Në përshëndetje, mirë se erdhët në MCN Informacione dhe ditën e sotme. Në këtë pjesë të parë do të flasim për aktualitetin politik, do të fokusohemi tek ndryshimet që kryeministri Rama bëri në qeveri në pothuajse në gjysmën e kabinetit qeveritar. Pse në këto momente kryeministri vendosi të ndryshonte një pjesë të emrave të ministrive dhe a shtuar presioni drejtësisë dhe ndërkombëtarëve ndaj tij? Do të ndalemi gjithashtu dhe tek aksioni opozitar dhe përfundimi i mandatit të kryedemokratit Berisha. Të gjitha këto ne do t'i diskutojmë në studio me dy të ftuarit tanë. Me mua studio është juristi dhe pedagogu Evaris Beqiri. Faleminderit që jeni këtu. Përshëndetje, kënaqësi. Dhe analisti dhe pedagogu gjithashtu Klementin Mile. Faleminderit që jeni këtu. Faleminderit për ftesën. Po e nis me ju, zoti Beqiri. Pse Rama zgjodhi ta ndryshojë tani qeverinë? Kuptohet janë menaxhim i një rreziku politik, duke pasur parasysh presionin e shtuar dhe të drejtësisë ndaj aktorëve politik, qoftë mazhorancës, po dhe të opozitës, po dhe procesi i integrimit nga ana tjetër, kërkesa për standarde më të larta qeverisje. Gjithë këto faktorë gjykoj se ndikojnë në këtë vendimmarrje. E kuptoj. Zoti Mile, cilat janë arsyet që e shtyn kryeministrin të shkarkojë 3 ministra kyç dhe t'i ndryshojë dikasteret ministrave të tjerë? Pra, për shembull, ministri Lamallari nga drejtësia shkon te Ministria e Brendshme, zonja Koçiu nga Ministria e Brendshme zvendos kryeministre. Si e keni parë ju? Tani, po të pyesësh shumicën e popullit shqiptar që ndjek lajme, ndjek politikën nëpërmjet media se kështu me radhë, e kanë vështirë të kuptojnë se kush lëvizi nga ku dhe çfarë u bë. E kanë vërtet vështirë, pra të dinë ku ishte Lamallari, ku ishte tjetri e kështu me radhë. Ama e kanë shumë të lehtë kuptojnë lëvizjen e zonjës Balluku. Ajo është që tërheq vëmendjen, paçka se erdhi, si më thënë, në kuadrin e një numri lëvizjesh, nuk ishte vetmja që lëvizi, po ishte nga ato që lëvizi jo drejt një ministrie tjetër, po drejt, po themi, mandatit që i ka dhënë populli si deputete. E njëjta gjë me zonjën Spiropali. Pra këto ishin dy lajmet në një farë mënyre. Pra, ministra që në një farë mënyre lanë postin dhe mbetën pa post ekzekutiv në këtë kuptim. Okej, natyrisht si përfaqësues të popullit qëndrojnë, por kjo ishte pra. Dhe unë do thoja këtë që dhe parapëlqej në një farë mënyre të shoh pak atë strategjinë pas lëvizjeve, se fundja fare lëvizjet i shohim gjithë. Mund t'i komentojmë si duam e sa duam, po duhet kuptuar pak edhe objektivi pse bëhen. Ose çfarë fitohet, ose çfarë humbet nga një lëvizje e caktuar. Tani duhet kuptojmë që ka kohë që zjen çështja e zonjës Balluku, në media po edhe në organet e drejtësisë, pra janë bërë ato takimet ndryshme, si më dhe me prokurorin, me gjykatën speciale, me gjykatën kushtetuese, të gjitha instancat janë futur në lojë, si më thëmë, për të thënë se cila fjalën e tyre, për këtë çështje, dhe vjen momenti, opozita gjithashtu i ka drejtuar, si më thënë, baterit e sulmit narrativ drejt zonjës Balluku dhe Ramës, që sipas saj e ka mbajtur, mbështetur, pa e lënë që dalë, si më thëmë, përpara drejtësisë, ashtu si kundër do duhet dilte çdo qytetar ose zyrtar normal në këtë vend. Pra, në këto kushte, zonja Balluku ishte një lloj kostoje politike për Partinë Socialiste dhe zotin Rama natyrisht në mënyrë specifike. Kosto politike sepse sa më shumë flitej për zonjën Balluku, aq më shumë, si më thëmë, target ose shënjestër kishte të qartë fare dhe lehtësisht goditshme për opozitën, për shumë, shqiptare. Tani opozita mund tjetë në hallet e veta që edhe ato mund t'i diskutojmë në këtë bisedë, por ama kishte një target qartë që ishte zonja Balluku dhe zoti Rama, që në një farë mënyrë duke sikur ishte një lloj avokati mbrojtës i saj. Po flasim shumë metaforikisht. Dhe çfarë ndodh me këto lëvizje? Ikën kostoja, ajo, po themi, nyja, shikojnë, çfarë do mund të bësh me një nyje? Ose do vësh rreth qafës, e do mbytësh veten, ose do zgjidhësh nyjen, dhe lë litarin ashtu si kundër, pra heq kosto në këtë kuptim. Dhe për mendimin tim, zoti Rama zgjodhi që ta zgjidhte të nyje, që po i jepte kosto në qeverinë e tij, atij si kryeministër, Partia Socialiste si forca që ka pushtetin, që është shumica në këtë vend, dhe vendosi pra ta lërë zonjën Balluku në një pozicion tjetër, më pak të favorizuar, pra, në një farë mënyre,
nuk bëri dram, nuk as e mbrojti, as e akuzoi, as nuk tha ka faj, as nuk tha është e pafajshme. Në një farë mënyrë bëri një akt institucional dhe që ishte në një farë kuptimi i ftohtë, burokratik, normal, pra duke dhënë të idenë e shtetarit, i cili mbi të gjitha do që të garantoj që sistemi të vazhdoj, qeverisja të vazhdoj, pra dha këtë mesazhin qetësues dhe, më fal, vetëm ta mbyll, dhe nga ana tjetër, çfarë kemi? Nga ana tjetër kemi dhe një numër lëvizjesh tjera në një farë mënyrë për të zbutur efektin. Sa do ju pyesja, ai mund ta bënte këtë veprim kryeministri Rama vetëm duke, po themi, larguar zonjën Balluku nga pozita e saj dhe të mos ndryshonte drejtuesit e ministrive të tjera, apo ishte thjesht, po themi, plotësuese për të treguar që janë ndryshime në disa dikastere? Kur ndodhin disa gjëra, duket sikur s'ka ndodhur ajo gjë. Ose si më thënë, efekti i një lëvizje, si që është ajo e zonjës Ballukut, nuk ndihet aq shumë zhurma, pra me pak fjalë. Nuk bën shumë zhurma e lëvizje. Sepse ti dëgjon dhe tinguj të tjerë, zhurma të tjera rreth e qark. Pra humbet Jehona në një farë mënyre. Aq sa mund të humbase, në një farë mënyre, statura e zonjës Balluku ishte pak më e madhe ose goxha më e madhe se sa e të tjerëve që lëvizën. E qartë. Zoti Beqiri, mendoni që ndryshimet në qeveri erdhën si pasojë e timeve ndaj zonjës Balluku? Duhet të mësohemi me një gjë, sot në Shqipëri, për herë të parë, politikanët duhet të llogarisin edhe kostot penale të vendimarrjeve tyre. Se nuk i kanë llogaritur më përpara? Jo, nuk ka qenë e tillë situata. Pra SPAK ka bërë që, ose kjo mënyrë e re e formatimit të drejtësisë, me gjithë problematikat që ka në vetvete, pastaj që çështje tjetër reforma, ka prodhuar një produkt konkret. Dhe kjo nuk duhet haruar dhe as nuk duhet ta mitizojmë, por edhe ta sulmojmë, nuk besoj se vlen. Pra, unë gjykoj që reforma në drejtësi ishte domosdoshme, nuk ishte perfekte, por ama produkti është konkret. Dhe sot që po flasim, janë pikërisht veprimet e SPAK që po bëjnë të mundur që në Shqipëri të flasim për një përgjegjshmëri të ndryshme politike, që nuk e kemi parë ndonjëherë tjetër për së vërtetës në këto dekada tranzicioni. Lëvizjet patjetër që kanë të bëjnë edhe me rifillimin rifreskimin e imazhit, rifillimin e një cikli të ri. Po në shtator u ta ministra, sërse ka kaluar po themi 2 vite nga drejtimi edhe ka ndodhur shumë gjëra nga shtatori dhe këtej. Pa diskutim. Se duket sikur ka kalu pa kohë, por ndërkohë ka pas zhvillime. Apo jo? Ka pas zhvillime të rëndësishme. Nuk kemi parë ndonjëherë që një zëvendës kryeministre në detyrë të jetohet në këtë mënyrë ose të kërkohet pezullimi, po dhe mas arresti nga prokuroria. Pra duke qenë ajo në detyrë. Në këto 5 muaj ka patur dhe skandale të tjera. Ishte akshi ai që tronditi themelet në dhjetor. Nuk diskutohet, ai është dhe aktualisht një çështje që po trajtohet nga drejtësia, por mos ta harrojmë këtë gjë, nuk është e pakët për një vend si Shqipëria, me problematikat që ne kemi pasur, sidomos dhe në vitet e tranzicionit, por dhe historikisht në funksionimin e pushteteve si duhet, të gjitha pushteteve, por konkretisht pushteti i drejtësisë ka qenë shumë problematik në këto vitet e tranzicionit. Ky është një moment shumë i rëndësishëm dhe duhet vlerësuar. Pra, për herë të parë, ne po shikojmë që po tentojmë të ndërtohet një republikë e barazisë para ligjit dhe është në zhvillim sipër edhe çështja konkrete, hetimi konkret, pra do të shikojmë dhe vendimarrjen, sepse pritet dhe për çështjen e masës së arrestit, çfarë qëndrimi do mbaj përfundimisht parlamenti. Të gjitha këto patjetër që ndikojnë dhe janë element të rëndësishëm dhe tek vendimarrja. Pra, nevojitet pastaj nga ana tjetër jo vetëm që ne të diskutojmë thjesht dhe vetëm emrat, kush iku, kush erdhi. Duhet të shikojmë jo vetëm kush qeveris, po dhe se si qeveris. Po patjetër. Si do ndikojnë këto ndryshime në përmirësimin e cilësisë së qeverisjes në Shqipëri. Pra mund të themi që pjesën më të madhe shumë e rëndësishme ju. Meritën më të madhe me atë që kuptoj, që po thoni ju, është drejtësia ajo që pastaj ka sjell këto ndryshime, ka detyruar kryeministrin Rama. Është drejtësia, por është procesi i integrimit një element tjetër shumë i rëndësishëm që ndikon, patjetër ndikon sepse kërkojnë rritje standardesh qeverisie, kërkojnë kanë shtuar presionin e kryeministrit Rama në këtë drejtim? Ndërkombëtarët nuk ndërhyjnë për gjëra konkrete. Ndërkombëtarët dhe shqiptarët patjetër kërkojnë përmirësim të standardeve të qeverisjes, përmirësim të
standardeve të shërbimit, po dhe të forcimit të institucioneve. Pra, dhe ne si shqiptar, pa tjetër dhe ata, në proceset që ne kemi ndërmarë, si që është konkretisht ai integrimin në Bashkimin Evropian, kërkohen reforma, kërkohen zhvillime, kërkohen transformime. Dhe është e natyrshme që të ketë të tilla gjëra. Janë nga njëra anë pozitive këto ndryshime, pra për herë të parë ne shikojmë që pushteti i drejtësisë pas ka forcë sot që të krijojë tensione të mëdha në politikën shqiptare. Nuk e kemi parë më parë këtë gjë. Aq më tepër në ekzekutiv. Në ekzekutiv për më tepër aktualisht, se ka filloj me mazhorancën, po sot po shikojmë, më falni, filloj me opozitën, sot po shikojmë mazhorancën, që është në syt e opinionit publik, duke u testuar përballë veprimeve të drejtësisë së re. Po, profesor, ndërkohë, përpara se të vijoni me argumentin, ajo që bëri përshtypje ju e thatë përveç zonjës Balluku, dua ndalen pak tek largimi ministres Spiropali, e cila nuk ka qenë në Shqipëri, më duket ato ditë, ka qenë në një mision diplomatik jashtë vendit. Mund të themi që kjo lidhet edhe me balancën e pushteteve të klaneve të ndryshme brenda Partisë Socialiste? Edhe mund të themi, po puna është që nuk kemi informacion për ta bazuar këtë që... Shikoni, logjika e do, edhe njëherë, në mungesë të informacionit, që nuk e kemi të kufizuar, mbetet vetëm të argumentojmë logjikisht, si më thëmë. Dhe logjika, brenda një... Shikoni, logjika është e tillë që në kushtet kur të gjitha sondazhet që janë të besueshme, pra, në mas të madhe, japin një diferencë të ndjeshme të Partisë Socialiste me partitë e tjera, pra duket sikur e kanë garantuar nga pikpamja numerike pra pushtetin, po themi preferencën e shqiptarëve socialistët, aktualistët deri tani të paktën. Atëherë çfarë ndodh këtu? Ndodh ajo që ka ndodhur në vende të tjera, për shembull po kujtoj në Britaninë e Madhe. Britaninë e Madhe konservatorët kishin diferencë paracakosh me laboristët të ndjeshme, 20 pikë diferencë po themi. Dhe çfarë bën? Duke u qenë kështu të sigurt në pushtetin e tyre, filluan ndronin kryeministrat çdo 6 muaj. Derisa pastaj u katandisën, siç janë tani me 17% në sondazhet që kanë. Kanë humbur edhe pushtetin edhe preferencën e gjitha. E njëjta gjë mund të ndodhë, pra logjikisht edhe brenda Partisë Socialiste, që do të thotë, nëse s'ka betejë me kundërshtarin, pra me Partinë Demokratike, sepse diferencat janë, pra s'ka garë reale në këtë kuptim, siç është perceptimi në përgjithësi, mund të jetë i gabuar, po është perceptimi, atëherë gara bëhet brenda. Në një farë mënyrë fuqizohen grupimet ndryshme, me ide apo interesa të ndryshme, se politikë janë të dyja të pranueshme, të cilat luftojnë njëri tjetrin për kush është më i rëndësishëm në një farë mënyrë. Nëse zonja Spiropali ka pas edhe mbështetje tjera, se nuk mund ta shohim dot vetëm si një individ apo jo. Nëse ajo është thjesht një individ që s'ka asnjë lloj mbështetje rreth e qark, atëherë thjesht mund të gjykojmë për cilësitë e saj në postin që i dhanë dhe i besuan, e bën apo jo me mirë detyrë, unë nuk jam për ta thënë këtë se s'di, nëse është njëri rast apo tjetri, por nëse ka qenë një individ me një lloj rrjeti aty, mbështetje pra deputetësh apo më gjerë brenda Partisë Socialiste, atëherë mund të flasim që po ka ndoshta një luftë brenda llojit, klanesh apo çfarë doni që ta quajmë, që nuk është as ndonjë anomali fundja fare, është jetë politike, sepse politikë në ndonjëherë mendojmë që gjërat duhet të jenë të bukura, harmonike, nuk ka se si të jenë, është natyra e politikës që gjithmonë do duhet të shkosh pak më lart. Është një lloj patologjie, si më thën politika, dhe të marrit me të. Po thash edhe një herë, nuk kemi informacione për ta bazuar këtë gjë. Unë nuk di pse zoti Rama vendosi që të heq Spiropalin nga ai post, nëse ka hequr për ndonjë defekt apo mos realizim detyrash, zakonisht këto janë arsyet që jepen. Ka zëra që thonë që ndjes që u ndërpres që ka qenë një kërkesë e zonjës Balluku, një lloj kushti po themi që i ka vendosur kryeministrit për të larguar dhe zonjën Spiropali nga drejtimi i Ministrisë Jashtme. Mund të qëndrojë diçka e tillë? Mund të qëndrojë, thash me logjikë politike. Me logjikë politike, po. Por informacione nuk kemi që, të paktën unë nuk kam që të them është kështu apo jo. Çdo lëvizje patjetër që ka në konsiderate dhe balancat e brendshme të një force politike, nuk diskutohet kjo. Dhe në rastin konkret është dhe ky një element që ndikon dhe duhen ruajtur dhe ekuilibra dhe balancat brenda një mazhorance,
por nuk gjykoj që është vetëm një faktor që ndikon. Pra kam përshtypjen që duhet jetë më gjithëpërfshirëse analiza, po dhe vendimarrja duhet të përfshijë një tërësi faktorësh. Pra janë disa faktorë që ndikojnë në marrjen e një vendimi. Nuk besoj se është determinant vetëm një. Dhe në këtë rast, unë u përpoqem dhe këtu me analizën që po bëjmë, po përpiqemi të nxjerrim në pa disa prej tyre, por mund të ketë edhe gjëra tjera që mund na shpëtojnë ndoshta. Ndërkohë, kryeministri Rama mblodhi kryesinë e Partisë Socialiste dhe njoftoi se Partia Socialiste do të futet në zgjedhje për strukturat e brendshme. Mund ta lidhim ose a lidhet kjo dhe me ndryshimet në qeveri? Mendoj që po, sepse shikoni, e para që doja të thoj pak më herët. Një nga arsyet, mendoj unë, që pse zonja Balluku nuk është më në postin që mbante, pra në qeveri, është sepse emri i saj po përmendej qoftë edhe negativisht. Nuk ka rëndësi kjo punë, po përmendej më shumë se sa emri i Ramës, emri kryeministit. Kjo është anormale. Kjo është anormale. Pra, lideri i partisë, kreu i ekzekutivit nuk mund të përmendet më pak, nuk mund të lakohet më pak, nuk mund të goditet më pak se sa një ministër, pra që fundja fare është gjithsesi figurë dytësore në raport me të. Anormale për kushtet e demokracisë në vendin tonë dhe për një parti në vendin tonë, apo edhe në Evropë? Për çdo parti në çdo vend. Në çdo vend. Nuk mundet që lideri të jetë më pak i lakuar se sa ai që s'është lideri në një farë mënyrë, qoftë edhe negativisht. E qartë. Kështu që se ka një problem këtu. Domethënë, atëherë nëse po goditet kaq shumë, pse vazhdon edhe është aty dhe pse duhet forca të mbaj kosto, sepse nëse po goditet negativisht, atëherë pse duhet mbaj kosto. Nga ana tjetër, nëse po lakohet kaq shumë, ka një problem edhe me perceptimin kush është lideri i partisë tani në një farë mënyrë, sepse nëse bateritë e opozitës drejtohen nga zonja Balluku për shembull, atëherë ajo është lideri i Partisë Socialiste apo zoti Rama? Domethënë se ka një problem edhe me shpeshtësinë pra e përmendjes së emrit në këtë kuptim. Tani, kjo sjell të gjitha këto lëvizje, sidomos pra ajo e zonjës Balluku, sjellin një lloj, po themi, turbullimi ujrash në Partinë Socialiste. Pse? Sepse në gjykimin tim është kjo gjë. Pushteti i Ramës, si lideri i Partisë Socialiste, po edhe si kreu ekzekutivit, qëndron më shumë në, pra përtej atij kuptimit formal që kemi ne, po qëndron më shumë në atë që ai shfaqet si garanti i normalitetit dhe i rendit në këtë vend. Pra pika e fortë e Ramës është kjo. Ose që ka dashur ta promovoj, si me thënë, me mua ka rend, pa mua ka kaos. Me mua e nesërme është e sigurt, dihet si do jetë. Kur s'jam unë, çdo gjë mund ndodh në një farë mënyre. Pra, Rama këtë ka mesazhin që e thotë në mënyra nga më të ndryshme, kreative, vizuale, të lloj-llojshme. Pra, ky është mesazhi që përcjell gjithkohës. Ku? Te baza e vet mbi të gjitha, po pastaj edhe përtej bazës, tek ata njerëz që në mënyrë pragmatike votojnë Partinë Socialiste dhe atë, e kështu me radhë. Dhe unë do të thoj edhe këtë, të gjitha ata njerëz, të cilët në mënyrë të ndershme ose të pandershme, vazhdojnë të bëjnë punët e tyre në këtë vend. Që nga ata që kanë një punë të thjeshtë e deri tek ata që janë investitorë të mëdhenj. Ai do që të përcjell mesazhin e me mua gjërat do vazhdojnë siç janë, pa mua nuk dihet ç'ndodh. Mirë po, në momentin që detyrohet që në një farë mënyre të zgjidh këtë nyje që ishte zonja Balluku, ta largoj nga qeveria, atëherë pastaj fillojnë edhe, keni parasysh kur plas lufta në lindjen e mesme, tronditet bursa. Rritet çmimi. E para që reflekton është bursa. Pra fillon edhe, si më thënë, besimi bie etj. E njëjta gjë ndodh edhe në këtë rast. Pra, ikën zonja Balluku, largohet pas një rezistence jo të shkurtër, të gjatë në një farë mënyre, por në një moment largohet nga qeveria. Zoti Rama vendos ta largojë. Atëherë, ta largoj, çon si ka. Dhe, çfarë ndodh me këtë? Atëherë njerëzit fillojnë edhe pyesin, që nga më i thjeshti thashë deri tek ata që kanë më shumë influencë dhe fuqi, para, interesa etj. Në këtë vend. A do vazhdojnë gjërat njësoj apo pra është më ajo garanci që ishte zoti Rama, që gjërat do vazhdojnë, që qeverisja do vazhdojnë normalisht, pa turbullira, pa eksese, pa të papritura. Apo jo, dhe zoti Rama do që ti qetësoj të gjithë ta njerëz, sepse aty thash është pushteti i tij. Ky mesazh, te besimi i këtij mesazhi. Dhe të parët që duhet qetësoj janë ata që ka më afër. Pra, që nga kryesia, patjetër, baza e tij e kështu me radhë. Dhe kjo
për të bërë zgjedhje, pra brenda partisë, është si më thënë për të rivendosur edhe një herë ekuilibrat, që ndoshta perceptohet edhe në publik tensioni që ka Partia Socialiste, po edhe vetë qeveria me gjithë zhvillimet që ka ndodhur, apo qytetarët thjesht e shohin si një rokat ndërmjet emrave të ndryshëm, disa teknik, disa jo? Nuk diskutohet që opinioni publik dhe në gjithë shikojmë se që ndodhë në Shqipëri sot. Dhe është patjetër i domosdoshëm reflektimi kryesisht nga klasa politike, rifreskimi, rigjenerimi i forcave politike dhe lëvizjet unë i thash dhe po e përsëris, duen, janë të mirëpritura, gjithmonë pavarësisht sa kohë ka kaluar, nuk është çështja vetëm aty, rëndësishme është që të gjykojmë dhe të shikojmë në vijimësi se çfarë do sjellin këto ndryshime. Pra sa produkt pozitiv do ketë në këto ndryshime në vijim. Pra duket se ka një farë reflektimi, pra duket se ka një farë ndryshimi. Pra klasa jonë politike tashmë po rrit përgjegjshmërinë disi, por nuk mund të vijnë ndryshimet brenda natës. Jemi në të ndërgjegjshëm. Do kohën e vet. Ne si njerëz e qytetar jemi lodhur nga pritja për së vërtetës, nga ky tranzicioni të zgjatur që ka prek gjitha pushtetet, ke tranzicionin politik, ke tranzicionin sistemin e drejtësisë, sot pra bëm një reformë, po ndërkohë ngeli në tranzicion reforma në drejtësi për shembull, sepse ti ke fokusin të spastrimi, por ndërkohë mungon funksionimi, sepse ke vende gjyqtarësh, prokurorësh të paplotësuara, ke mi ngarkesë, ke ngarkesë, pra tranzicion edhe këtej, që është një problematik tjetër kjo që ndoshta duhet ishte realizuar çik më ndryshe, duhet ishte menduar pak më larg për mënyrën se si do mbusheshin vakumet që u krijuan nga spastrimet që ndodhen brenda sistemit, që ishin të domosdoshme patjetër, ishin nevojshme, por duhet menduar përtej kësaj. Por unë gjykoj dhe këtë, ndoshta do flasim edhe në tërësi për klasën politike, por rigjenerimin duhet ta shikojmë një në radhë të parë se ne sot i kemi tek ata që qeverisin vendin, por mos ta harrojmë dhe pjesën e opozitës. Pra, janë të dyja të rëndësishme dhe duhen parë në tërësinë e tyre zhvillimet që ndodhin sot në Shqipëri. Pra, opozita për mua sot është një moment kritik, patjetër. Do të analizojmë edhe opozitën, dua të ndalem edhe të opozita, kemi minuta, por mbetemi dhe pak tek këto ndryshimet. Duket sikur ka më shumë memërime teknike dhe jo emra politik në krye të dikastereve që u ndryshuan. Çfarë tregon kjo për pozicionin ku ndodhet sot kryeministri Rama? Apo ai është komod sepse ka 83 mandate të sigurta dhe është në, po themi, në ujëra të qeta nëse i referohemi shumicës qeverisëse? Në kuptimin e legitimitetit, po themi, institucionale ose numerik, patjetër zoti Rama e ka, sepse ka diferencë me kundërshtarët. Pra 83 mandate, plus, po themi, të tjera vota që mund të marrë në parlament, në kuptimin si... Nëse bashkohet edhe me... Me aleatë të tjera ose forca të tjera, pra mund të bëjë edhe më shumë, pa diskutim. Nuk është kjo çështja. Pra, si më thënë, kriza nëse është, nuk është fare numerike. Por problemi është moral. Është moral sepse tani duam ne, shumë skandale kanë ndodhur, shumë ministra ose funksionar të qeverisë zotit Rama kanë probleme me drejtësinë, disa të vërtetuara, disa të dyshuara, pak rëndësi ka kjo, po gjithsesi të përfolura, e në këtë kuptim kjo krijon një imazh moral të dyshimt dhe një kosto morale. Në këtë kuptim dikon për t'i rënë legitimiteti moral qeverisë. Këtë kemi si paradoks. Pra kemi një qeveri e cila dhe një shumicë e cila mban pushtetin, e cila ka një legitimitet institucional mjaft të lartë dhe një legitimitet moral mjaft të ulët. Pra dy gjëra që, më thënë, pra krijojnë këtë paradoksin, këtë situatën. Tani, çfarë ndodh me këtë situatë? Atëherë, ideja është tu. Nëse unë do jepja një metaforë që të kuptohet më mirë nga njerëzit, është sikur Partia Socialiste dhe qeveria që ajo ka krijuar ka ngritur një ngrehin, e cila nuk është shumë e fortë në fakt. Pra është në këmbë, rri aty,
përgjithsisht është kalbëzyer në kuptimin ato shtylla që e mbajnë, mezi e mbajnë, në një farë mënyrë, po prapë qëndron, nuk bie. Po pse nuk bie? Fare thjesht në mënyrë metaforike, unë do thoya sepse nuk fryn erë mjaftueshëm që ta rrëzoj. Që do thot erë opozitare, që do thot alternativë opozitare, që do thot ide opozitare, që do thot organizim të mirëfillt politik opozitar dhe jo thjesht emocionale, po mllef apo zemërim dhe kaq. Kjo është çfarë mban Partinë Socialiste qeverinë e saj në këmbë, në kushtet pra edhe një qeveri që ka moralin nuk e ka të lartë, ka goxha legitimitetin moral të rënë për tokë, prap mund të rrijë, sepse fundja fare varet me kë je në garë. Pra sa i aftë është tjetri që të rrëzoj. Në momentin kur kundërshtari... Për shembull, se unë do të thoja, më lejoni vetëm të them edhe një fjali. Për shembull, zoti Rama shikoni çfarë bën. Kolegu po thotë rifreskrim e kështu me radhë, nuk e di nëse është termi i përshtatshëm gjithsesi, por unë po them bën një lëvizje ndryshimi gjithsesi, në mos rifreskim ndryshim. Heq zonjën Balluku. Për shembull, me zonjën Ballukun për krah, ishte në mbrojtje zoti Rama gjithkohës. Në mbrojtje në kuptimin që duhet mbrojë nga sulmet që vinin për qeverinë e tij dhe që fokusoheshin te zonja Balluku. Ndërkohë që zoti Rama, ne e dimë të gjithë, e kemi parë në veprim, është njeriu që sulmon. Është mësuar të sulmoj, të sulmojnë në mënyrë kështu narrative, retorikisht, domethënë. Tani ishte në mbrojtje. Çfarë bën tani pasi heq zonjën Balluku? Tani është prapë në sulm. Sepse nuk i duhet të mbrojë askënd për momentin. Sepse e mbron, e lëshova. Pra e lëshova, në kuptimin nuk është më aty ministrja që mund shkatronte provat e tjerë, pra siç ishte sulmi, po është një deputete e mandatuar nga populli kaq. Pra derisa të vi betejë e radhës, natyrisht që do jetë ajo e imunitetit. Të shohim pastaj aty. Mendoni që do ta lëshoj zoti Rama zonjën Balluku prap, sepse pas shkarkimit, siç tha edhe profesori, diskutohet heqja e imunitetit. Është ky hapi që vjen pas. Unë nuk gjykoj se ka në dorë ta lëshoj apo ta mbaj në këtë moment. Drejtësia nuk mund të pengohet më në realizimin e punës vetë. Domethënë jemi në një fazë të tillë edhe të procesit konkret, po dhe në tërësi nuk e pengon dot drejtësinë. Pra, nëse ne flisnim për këtë pjesën e procedurës që duhesh lejuar, pra duhesh hapur rrugë me pezullimin u kërkua, pra pikërisht kjo gjë që mos të lejohesh të vazhdonte detyrën, për arsye sepse ndikoi mbarvajtja e procesit në një farë mënyrë, dhe kjo është një konstatim ose një pretendim i sjell nga prokuroria. Duke u bazuar në të dhënat që kanë provat, në faktet, ose në dyshimin e arsyeshëm. Duhet lejuar ta ezaurojnë ata këtë pjesë dhe ne duhet të mësohemi pra në Shqipëri që kushdo që ka një problem me drejtësinë duhet të shkojë të përmballet dhe të pastroj veten. Unë nuk gjykoj që mund të mbrohet dikush më, sepse është edhe kjo kultura që përdoret edhe politikisht tani edhe nga opozita kështu me radhë që po e mbron, nuk ajo është në jetim. Është duke u zhvilluar procesi. Pra vjen një pikë që ku do jo, më fal, po pikërisht, pra si do ta mbroj? Ja do ta shtym edhe sa, po procesi vazhdon. Është penguar procesi për të zhvilluar? Jo. A do thoni duhet lehtësuar puna e organeve të drejtësisë? Patjetër që po. Pra nuk ka pse politika të bëhet pengesë e drejtësisë. Pa arsye. Se kur kemi patjetër, nëse ka raste procesesh të montuara politike, është tjetër gjë. Po nuk jemi në këto kushte aktualisht. Pra, ne jemi në një moment zhvillimi historik për së vërtetë në Shqipëri, sa i takon drejtësisë që po funksionon, se ne ishim para ca vitesh, kërkonim gjithë opinionin publik, media, ku e kemi peshkun e madh, nëse ju kujtohet. Peshku madh, po vite, peshku madh. Tani që erdhi, kemi harruar, na duket një gjë normale, se mendja njerëzore kështu funksionon. Pra kërkon grup, pastaj kur ndodh ajo gjëja, do duket normale, normalitet, s'ka problem. Merremi tani me një tjetër gjë. Me një tjetër gjë. Por ndërkohë janë zhvillime që janë të rëndësishme këto, janë shumë të rëndësishme, gjykoj për fatin e demokracisë në Shqipëri. Mirë, do shkojmë shumë shkurt në reklama, do kthehemi në pjesën tjetër, do të flasim pak për aksionin opozitar dhe për gjithë çka ndodh në kampin tjetër. Do të flasim po për aktualitetin politik, por duke u fokusuar tek opozita, sepse opozita në fakt në brenda një jave ka zhvilluar 2 protesta me fundit në datën 28 shkurt. Zoti Beqiri, çfarë synohet përmes protestave të përjavshme?
Si i keni parë dhe a janë këto protesta përpjekja e fundit e zotit Berisha për të mbajtur kryetarin, ose më saktë për të mbajtur karrigen e kryetarit të Partisë Demokratike? Tani, historikisht, dhe këtu në Shqipëri, sidomos, protestat përdoren dhe po përdoren për të mbajtur gjallë frymën e opozitës. Se nuk ka forma të tjera politike për të mbajtur gjallë frymën? Por këtu kjo është gjetur me përshtatshme. Mos nështë ashme thjeshta, më praktike? Por kjo nuk krijon mundësi, ose protestat nuk sjellin automatikisht të përkthehen në ndryshim pushteti, ose në rigjenerim të aftësive të opozitës për të paraqitur si një alternative besueshme për bazë shqiptarëve. Pra, është në një moment, në një krizë shumë kritike leadershipi PD-ja sot. Pra, nëse nuk do ketë rinovim të leadershipit, nëse nuk do ketë një mënyrë tjetër, një narrativ tjetër, se kjo është një narrativ tu e përsëritur dhe është bërë tani dhe që s'është se ka prodhuar diçka. Pikërisht tani ne shkojmë dhe në akte të tjera, domethënë çfarë fitojmë ne duke djegur apo duke i vënë flakën Shqipërisë, ndërkohë që kemi luftuar me dekada për të dalë nga izolimi, për të dalë me një imazh tjetër në botë. Unë nuk jam që të fshejmë problemet, nuk është kjo çështja, por çfarë fiton nga djegja, se këtu kemi qenë njerëz ku më pyetur duket para disa javësh që do digjet kjo, do digjet ajo në protestën e radhës. Kishte aludime që do digjej piramida. Ja ku ndodhi që tentuan t'i vini flakën një Vila 31 e ish diktatorit. Vila e kujt është ajo, ose kujt ka qenë, sot ajo është një objekt që përdoret për krejt të tjera gjëra dhe të rikthesh pas 35 vjetësh. Tani të thuash se por rrëzojmë diktaturën, unë nuk e kuptoj që ajo diktatura ka 35 vite që ka ikë në Shqipëria dhe që mbash gjallë pikërisht në ata që drejtojnë sot opozitën, një në radhë parë, që kanë qenë pjesë e rëndësishme e atij sistemi, kandidat për të marrë poste të rëndësishme dhe sot na shiten si liberal, ku diun si demokrata, domethënë është qesharake në një farmase. Nëse nuk ka reflektim të opozita dhe që nuk shikoj të ketë, pra flitet tani do ketë, ku diun, zgjedhja, që do ketë, por nëse nuk ka rinovim të vërtet, nëse nuk ka prurje të vërteta që mund të bëjnë ndryshim, që mund të bëjnë dallim, që mund të ndryshojnë narrativën, që mund të sjellin një alternativë të besueshme, që mund të krijojnë te shqiptarët një tjetër kredibilitet, një qasje të ndryshme në raport me opinionin publik. Tani ti mund të marrësh disa militantë aty, mund t'i mbledhësh kushdo forcë politike dhe këto mund të vogla të arrin të mbledhin ca njerëz aty, edhe hidh ca gurth, hidh ca xhama, hidh ca bomba molotov, fshek zjarre, por në fund të ditës çfarë prodhon, çfarë ndryshon, domethënë nga ajo dita që ju vu flaka një pjesë të vilës apo se s'mori domethënë flak totalisht, por që u ndez pak aty, apo shkallëve të kryeministrit, çfarë ndryshoi në jetën tonë? Kemi ndonjë përmirësim në mënyrën se si po bëhet politika në Shqipëri dhe nga këto protesta? Konkretisht ose cili ka qenë produkti konkret i protestave në Shqipëri? Kanë këto aksionet opozitare, çka kanë prodhuar? Dhe historikisht po të marrë, kanë prodhuar në një gjë konkrete, po ti marrësh dhe ti analizosh me radhë. Thjesht dhe vetëm përpiqen të krijojë një farë kohezioni brenda forcës politike, domethënë që në fund të ditës, kujt i shërben? I shërben vendit? Çfarë përfitojmë ne? Unë nuk jam që nuk duhet protestuar, patjetër që duhet protestuar. Na ndonjëherë ai opozitarizmi bëhet edhe shfryhet edhe në format të tjera, pra ka mënyra për ta bërë opozitarizmin. Nuk është çështja që vetëm të djegim, se kemi parë dhe më parë që digjen gjëra, por duket më tepër si se sillen dhe shembull nga vende të tjera, ajo ka ndodhur, por kanë arsye të tjera pse del populli dhe proteston në vende të tjera ose djeg në një kazan plerash apo në një gjë tjetër. Këto në momentin që Shqipëria, unë nuk gjykoj që janë këto gjërat që bëjnë dallimin ose do bëjnë ndryshimin, do rrisin cilësinë. Shansi ishte para zgjedhjeve një propozitën të rinovoj, të rigjeneroj, ndërkohë nuk u bë. Tani pas zgjedhjeve u merren akoma na i vodhën, na i bën. Nuk është çështja në opozitë patjetër është e rëndësishme krijimi kushteve të barabarta, ka pas problematika në këtë aspekt dhe në zgjedhjet e fundit, nuk diskutohet. Ka abuzivizëm nga forcat që zakonisht në Shqipëri kultura e tillë është, ato që kanë pushtetin shfrytëzojnë çik ato mekanizmat e pushtetit për të grumbulluar vota, por çështja është këtu që nuk është vetëm vota që e mban gjallë demokracinë ose që të krijon
mundësi bërtarë në pushtet, është edhe morali politik. Pra me këtë moral që ka sot opozita, a është në gjendje të bindi shqiptarët, a na krijon besim që në qoftë se këta do rrëzohet, se ne kemi, domethënë, alternativa ose diskursi politik është do ta rrëzojmë. Unë nuk besoj se është çështja vetëm të rrëzojmë dikë dhe të ngrëm dikë tjetër. Çështja është në qoftë se largohet një forcë politike, duhet zvendësuar në mënyrë të denjë, ose një lider politik duhet zvendësuar në mënyrë të denjë, na dikush që ne të paktën në perceptim të themi që ky është më i mirë, ose të kemi çfarë është një lider i mirë, çfarë është një udhëheqës i mirë. Është ai që ti e percepton ose ke një kuriozitet ose një mister për ta provuar, për ta parë se mund të bëj diçka ndryshe. Dhe kjo është dhe e bukura, kjo është dhe arti, pra që ti të krijosh një narrativ të tillë që ti të krijosh besim shqiptarëve, qytetarëve të këtij vendi. Gjë që nuk ofrohet nga që do ndodhi nesër diçka ndryshe, por ndërkohë kur ti vjen me të njëjtat forma, me të njëjtat metoda, me të njëjtat mënyra dhe pret rezultate të ndryshme, kjo dihet që ku të çon është domethënë çmenduri, në kuptimin që nuk sjell ndryshim, nuk sjell përmirësim për ne si qytetarë të këtij vendi për fatin tonë të keq. Dhe opozita në demokraci është shumë e rëndësishme. Pra është alternativa, është aty, është pasqyrim i qeverisë patjetër, po është dhe pasqyrimi i frymës së një pjese të mirë të popullit. Pra ti kërkon aty të shikosh gjëra të ndryshme. Pra një gjë që nuk e shikon tek kjo forcë. Pra je lodhur me shumë gjëra që po ndodhin dhe do diçka tjetër, do një frym tjetër, do një mënyrë drejtuar tjetër. Ndërkohë, ata ofrojnë këta sot të gjë, domethënë këto, po ti shikosh edhe mënyra se si bëhen protesta, edhe itinerarë që ndjekin, edhe njerë me fjalim, njerë pa fjalim, por në thelb, më duket si përsëritje i njëjti film, i njëjti, domethënë një serial i parë shumë herë. I parë dhe i stër parë, domethënë që çka krijon. Vetëm tani kurioziteti është të djegim në një gjë që të ja morëm çikë dhe pastaj të riqen, po jo, nëse dinim që kishte njerëz, po e dinim, po se dinim, po e odhën bombë, po si ti godet edhe hedh fishek zjarre, edhe bombë pa në mënyrë të papërgjegjshme, duke rrezikuar jetën e njerëzve. Ndërkohë që aty hydhen jeta këtyre policëve, me ato bomba nuk rrezikon, ata një qytetarë të këtij vendi janë, apo e gazetarëve që rrezikuan të digjeshin. Pra si mund të hidhen në mënyrë të papërgjegjshme këto bombat, molotov aty ose fishek zjarre drejtohen njerëzve, hidh bomba andaj për çfarë? Për çfarë ndryshon? E kuptoj. Presioni patjetër është i nevojshëm në politik, duhet. Por a krijon kjo alternativë? A krijon kjo një shpresë për një të nesme më të mirë? Kjo është çështja. A krijon alternativë të besueshme politike? Unë deri tani nuk e shoh. Profesor, sa besueshmëri krijon opozita dhe a ka Partia Demokratike sot kapacitet për një leadership të ri bazuar dhe nga ato që tha zoti Beqiri që duhet të ofrohet diçka tjetër, të bëhet opozitë vërtet? Tani, Partia Demokratike, bitë gjitha ajo, pastaj edhe aleat tjerë të ndëfegjil natyrisht. Duke qenë se është me madhja. Përgjithsisht ajo, ka bërë disa protesta kombëtare, nuk e di 3 apo sa bërë tani. Ka bërë dhe disa... Vetëm javën e fundit shkurtit bëri 2, në 20, 21 dhe një në 28. Vëmë re një lloj, si më thënë, shpeshtimi. Pra, që do thotë ka një lloj procesi të protestave në sensin që nëse kanë qenë më rrallë dikur, tani janë më shpesh. Pra një lloj shpeshtimi të kësaj lloj lëvizjeje. Kemi parë dhe herën e fundit që kishte një protest pa fjalime, pa podium e kështu me radhë. Me ca parulla sigurisht që ishin, po kaq. Flamuj jo partijak, po flamuj shqiptar, flamur amerikan, sa kujtojnë, ndoshta edhe një flamur Bashkimit Evropian. Kaq ka pas në sa më mend në protestën e fundit. Që ishte në një farë kuptimi e ndryshme nga ato që erdhen më herët. Tani, protestat që kanë ndodhur më herët, po e ndaj pak, protestat që kanë ndodhur më herët për mua kanë pas një target gabuar. Pra kanë theksuar idenë e korrupsionit qeverisë Rama, janë marrë me zonjë Balluku, e kështu me radhë, me ato pankartat që këta meritojnë të shkojnë në burg, e tjerë, pa që i nxjerrin aty mbas shpine, por nuk funksionon. Mesazhi antikorrupsionit nuk funksionon elektoralisht në Shqipëri, sepse njerëzit këtu janë të bindur dhe janë cinik. Në mas, janë të bindur që të gjithë vjedhin po vajten politik. Të gjithë korruptohen e kështu me radhë. Atëherë, aq më tepër që Partia Demokratike nuk është një parti e virgjër në politikën shqiptare, po e ka provuar qeverisjen e 2 herë,
është korruptuar dhe ajo dhe të vetët kur e kam pas mundësinë e kështu me radhë. Është çështje tjetër masa sa më shumë e sa më pak se Partia Socialiste sot edhe ministrat e saj e kështu me radhë. Nuk po i hyjmë këtij diskutimi. Në perceptimin popullor, të gjithë korruptohen, kështu që prandaj antikorrupsioni nuk funksionon. Si mesazh nuk e bën njeriu të shkojë të votojë për ty. Kështu që në këtë kuptim, gjithë retorika që kanë patur deri më tani, ato protesta, ishte e gabuar sepse nuk prekte në një farë mënyrë atë nervin që e aktivizon popullin dhe e bën të besojë. Herën e fundit, pastaj patëm një, pra si më thënë, siç u thash, këtë protestën pa retorik, në përgjithësi, pa fjalime, patetike në përgjithësi siç kanë qenë, pa folur për korrupsionin e kështu me radhë, por vetëm duke parë një lloj marshimi nëpër Tiranë. Në këtë kuptim, me ca incidente që i pam, edhe ajo e Vilës Enverit, ish Vilës Enverit, sigurisht është incidenti që u fokusua më shumë media. Ajo prodhoi dy reagime nga ambasada gjermane dhe franceze. Po përtej asaj se këto janë gjërat spektakolare. Po gjë tjetër nuk u prodhua, këtë doja të... Jo, unë mendoj që jo, nuk është kështu. Çfarë prodhoi? Unë mendoj që Partia Demokratike për herë të parë shkoi te ideja e duhur, por nuk e performoi siç duhet. Nuk është ideja e duhur t'i vëmë flakën Vilës Enverit, dhe mos të keq kuptohemi. Madje kjo ishte performanca e gabuar, kjo ishte. Pra, shkurt, që të flasësh kundër korrupsionit nuk është ide e mirë, se nuk bind askënd, se ti je në rregull i pastër dhe ata të tjerë janë të korruptuar. Por, që të shkosh një popull opozitar po deshet, të indinjuar, të mlefosur, të zemëruar me mënyrën se si po qeveriset ky vend, nuk duan as Ramën ta shohin e kështu me radhë. Patjetër kanë bërë qartë gjën. Që ata dalin në rrugë, dalin shpesh, thrasin, fundja fare shkojnë deri tek policia, por nuk përballen me të. Nuk përleshen herën e fundit paktën. Pra shkojnë te drejtoria e policisë, nuk u kthyen mbrapsht. Por mua më duk lëvizje e zgjuar, se do ishte një përleshje e kot. Pa vlerë. Pa vlerë, jo pa vlerë, madje negative. Pra, një popull i cili me heshtjen e vetë, nëse do ta kishte mbajtur heshtjen, po themi, edhe kur kaloi pranë Vilës Enverit, nëse do ta kishte mbajtur pak më mirë zemërimin që ndjente edhe kur kalonte afër këtyre koshave që hidhin Molotov, koshave të veturinave. Pra, nëse do e kishin performuar pak më mirë atë gjë që bën, pra një popull që derdhet në rrugë, hesht, shpreh me praninë e tij fizike aty, që është kundër mënyrës se si po qeveriset, ky popull që rri disa orë aty, dhe që po të shikojmë pastaj deklaratat e ministres, me sa kujtoj, Koçiu më duket, apo jo, apo zotit Balla, Tauland Ballës, me sa kujtoj, apo ndokush tjetër që kam parë, zotit Rama gjithashtu kryeministrit, që kishin një fjalor, pra nuk ishin prej menaxherit qetë. Pra, pam, ndodhen ja këta që bëjnë vetëm romu, ja tek dolin aty në rrugë, dhe ne jemi vazhdojmë punët për ta çuar vendin në Europë, siç e kemi ndarë mendi që do e çojmë. Jo. Ishin, si më thënë, një lloj pushteti në ankth. Një pushtet i cili po trembej nga heshtja e këtyre njerëzve. Një pushtet që po shikonte dhe po lëshonte në një farë mënyrë policinë që të mbi reagonte ndaj protestuesve. Unë kam parë raste, nuk mund ta kenë parë gjithë tjerët, protestues që ku të mbanin një flamur dhe vinin policët, tani e merrnin e tërhiqnin andej duke e parësyeshme. Çfarë po bënte ky njeri, domethënë si po e cënonte rendin, pra ishte një mbi reagim nga ana e policisë. Uniformave blu, dhe që dukej pra çfarë dukej? Pse po i them gjithë këto? Sepse pushteti i zotit Rama, ndoshta preka pak më herët, qëndron në bazë një narrative që ai ka ndërtuar dhe besohet në popull. Çfarë narrative? Unë jam rendi, unë jam qetësia, unë jam normaliteti europian. Këta të tjerët s'kan lidhje me këtë gjë. Këta janë rumuja, këta janë, ku diun, destabiliteti e kështu me radhë. Mirë po, rendi, stabiliteti, qetësia nuk shfaqen duke hedhur gazë dhe po duke transmetuar siguri. Nuk shfaqen duke mbi reaguar, po duke bërë punën në mënyrë profesionale, për të garantuar, po themi, edhe një protest që një populli do ta bëjë. Pra, këto shenja që pam, që pushteti po mbi reagonte, qeveria në këtë rast po mbi reagonte me forcat policore në këtë rast, çfarë na tregoi? Na tregoi që Partia Demokratike, ndoshta edhe pa e kuptuar, kishte kapur një nerv dhe kishte goditur në shenjë.
në shenjën që po godiste pikën që zoti Rama mendon që nuk mund nga gëdhësin kur se është pika ime e fortë. Pra, pikën e normalitetit, të rendit, qetësisë, të garancisë, por sigurisht gabuan aty prap protestuesit edhe ata që i kishin dorë protestën, pra që e thirrën edhe pra, Partia Demokratike, pse gabuan? Sepse e tepruan. Bën ca akte të tepërta, të egzageruara, si ajo e Edith Molotove ndaj vilës ish diktatorit, ose pak më shumë Molotov se duhet në rrugë, etj. Nuk kishte nevojë për kaq shumë gjëra. Kishte nevojë vetëm për një popull i zemëruar, i ndinjuar, që të dalë aty dhe të lërë pushtetin të mbi reagoj. Ta lërë, po pa bërë, si me thënë, pa qenë ata të parët për ta e kuptoj. Kjo është ideja. Këtë imazh duhet lindte kjo protestë. Nuk e la dot, sepse thash u përzije me... Por ideja ishte ideja e duhur, sepse, po e them edhe, po e mbyll me këtë, në strategji politike, thonë, ti mund godasësh pikën e dobët kundërshtarit, po zakonisht kundërshtari e di që edhe i mbulon, si më thëni, riparon pikat e dobëta, merr masa etj. Por kundërshtari nuk pret ta godasësh te pika që ai mendon se ka më të fortën. Pse? Sepse beson se shumë i fortë aty, edhe pa çka se mund të jetë i brisht vulnerabël, por mendon se është i fortë. Zoti Rama mendon se është i fortë tek rendi, qetësia, normaliteti europian, Shqipëria 2030 e ku diun. Këto janë dhe parullat fundjafare. Po. Vetëm përpara, kur më mbrapa. Mbrapa çfarë ka? Destabilitet. Pra kjo është ideja e tij. Këtë ka përhapur në popull. Ama, nëse opozita në këtë rast arrin t'i tregojë që ky normaliteti nuk është aq normal. Ky stabiliteti ose ky rendi nuk është rend, po në fakt ca njerëz janë pirë në një farë mënyre. Dhe po unë shmpin, do bëjnë këto që po bëjnë kur dalin e protestojnë. Aty pastaj tregohet që gjërat nuk janë siç duken dhe ky do ishte imazhi që do duhet linte opozita, po pa u futur në akte të dhunshme. Ndoshta e bëjnë. Na marrin parasysh me këto që ne po analizojmë. Kam edhe një pyetje të fundit. Kë shihni si kryetar të denjtë Partisë Demokratike, zoti Beqiri? A ka emra, nëse e keni siklet për të përmendur një emër konkret, nuk ka problem, por a ka emra që mund ta drejtojnë Selim Blu? Asnjë nga ato që janë sot në Partinë Demokratike nuk më duket, ose mund të jetë ndonjë, por që nuk i ka shfaqur ambicet, se nuk i jepet mundësia, se po e shfaqja atë ambicje, se mund të ketë ndonjë që mund të ketë në një farë potenciali. I referohesh Lëvizjes Saliani me këtë që thua? Jo, sepse ai e shfaqi hapur me takimet. Nuk e kam fare të emrat, çështja është këtu. Kur thash opozita është në moment kritik, unë e shikoj pak më të gjergjën. Pra, duhet kaloj nga faza dhe nga mbajtja përreth, ngritja përreth e gjithë narrativës ose e gjithë forcës së kësaj partie tek figurat historike, në ndërtimin e një partie, pra në transformimin ose në kalimin e një parti moderne politike, që i përgjigjet një sistemi të vërtet vlerash në një demokraci. Aktualisht nuk është e tillë. Pra, fakti që unë them është shumë për të ardhur keq, pra që nuk ka njeri që ta sfidoj si duhet liderin aktual, është një deficiencë shumë e madhe. Pra aty nuk ke njerëz pra që prodhojnë mendim. Pra alternativa që ti të shikosh, njerëz që ti dëgjosh me dëshirë kur flasin. Pra kë ke aty. Përveç se një kësaj frymës për të egër për të atakuar gjithkohës pushtetin dhe pa prodhuar alternativë. Dhe ngelen gjithkohës aty ku janë. Edhe thona i kam fajin të tjerët. Ndërkohë te vetja nuk analizojnë asnjëherë asnjë gabim, asnjë gjë. Dhe kur e analizojmë me 20 vite vonesë gabimin. I pranojmë pëm gabim që lejuan firmat piramidale për shumë pas sa vitesh. Bëm gabim që dojgjin mandatet. Por pas kur ndodh, po donja sa dekada që ta kuptojmë që u bë gabim. Po pse kështu funksionon politika? Pra me vonesë, ta marrësh me vonesë gjithmonë dhe ngelesh aty ku je. Pra nuk kanë një qasje më strategjike. Ndoshta është në interesin e tyre që të ruajnë këtë status quo ndjere hat aty, sepse ne po flasim për një lider tashmë historik të kësaj partie që e ka provuar pushtetin, nuk është se ka provuar. Majat më të larta ka marrë president, gjitha lideri opozitës. Tani, çfarë mund të marrësh më nga politika, mendoni ju? Përveç se thani çaj ka ngel, do rrëzojmë këtë të fundit që ka ngel, thot, në këtë regjim. Ndërkohë,
nuk mund të thuhet që nuk ka qenë vetë ai me regjimin për shembull që ishte më shumë herë i lidhur, se ka qenë antar i asaj partie kështu me radhë. Pra, ka një narrativ shumë hipokrite në Shqipëri. Dhe nuk janë fare të sinqert me publikun, dhe shqiptarët e kuptojnë, e kanë arritur, dhe ata, përveç atyre që janë rësuar sy dhe vazhdojnë të ngelen, ose kanë nevojë të adhurojnë dikë, domethënë kur duhet kemi parasysh një gjë, kur kalon një diktaturë si ne, që shumë njerëzve është bërë një shplarje truri nga i sistemi, më pashëm po flas, kërkojnë idhuj gjithmonë. Pra bie njëri duan të ngrënë një tjetër. Dhe e gjejnë plotësimin, ndoshta është një nevojë fiziologjike njerëzore, nuk e di tash, duhet një studim më i thellë këtu. Por që gjejnë në këto lidhet e fanatik që thotë unë pres këmbën, njëri pret veshin, tjetri dorën, tjetri nxjerr syrin, tjetri thotë që unë nuk dua babain tim sa dua ty. Pra, sikur jetojmë edhe, nuk e di, edhe në periudhën e diktaturës, nuk e di, ai bënin tilla deklarata Enver Hoxhës, nuk e di. Por ti shikoj se janë dhe për të qeshur, po dhe për të qartë, në kuptimin, domethënë ku vazhdojnë, dhe këta janë ata, kjo frym, këta individ që mendojnë qorrazi pra të verbër në të menduar politik, i mbajnë të fatkeq në këmbë edhe mitet e këtyre njerëzve që ju mungon në radhë të parë vetë reflektimi, vetë korrigjimi, pra do duhet një hapas, duke pasur parasysh te kulturën politike që kemi ne, mundësinë që krijohet lehtësinë për të kontrolluar këtu forcat kur merr pushtetin dhe për të larguar gjithë mendimin ndryshe dhe për të mbajtur kontrollin total. Duhet dhe një farë vetë reflektimi, po kjo kërkon madhështi, në kuptimin madhështi leadershipi, madhështi njerëzore, që ti të bësh një hapas, të krijosh mundësi që kjo forcë politike mos të vdesi me ty. Pra kjo parti ka pas një kontribut në ndërtimin e sistemi demokratik, pra ka dhënë diçka në demokracinë shqiptare. Pse mos të lejohet që të vazhdoj jetën edhe pasi të i leadershipi historik, se dhe jeta është me faza dhe leadershipi, gjitha janë me faza, me cikle, më saktë. Tani pse mos të lejohet një jetë më e mirë pasi largimit të këtij, po lihet tokë e djegur. Çfarë do ndodh? Se thonë tani të bashkohemi le të thjesht vetëm këna mban bashkë, po nesër do iki një ditë, nuk ka të pasvendësueshëm. Nuk ka, ose do vi një moment që të largohesh nga kjo botë. Kush do ta drejtojë këtë forcë? Kush është sot potenciali? Apo do dalit, do thoni ju, në një lider nesër që se njohim sot? Do gjendet do duhet që të kishte figura të rëndësishme dhe të lejoheshin aty që të kishte një mendim ndryshe, një debat të shëndetshëm. Nuk e kemi, nuk ekziston kjo mundësi për fat keq në politikën tonë. Profesor, shumë shkurt, mendoni që ka emra të tjerë në Partinë Demokratike që mund të drejtojnë dhe të japin një tjetër imazh, fizionomi, strukturë, ideologji? Pa diskutim që ka, por në kushtet në cilat ekziston Partia Demokratike sot, dhe në fakt në përgjithësi partitë shqiptare, edhe Partia Socialiste të njëjtat halle ka, dhe aty nuk është se vlojnë një det, e ndryshme nga ato të Ramës, po themi në këtë kuptim. Kërse, pra, jemi në këto kushte edhe atje, por vetëm se këto nuk ndihen në Partinë Socialiste, sepse janë pushtet. Ky hall nuk ndihet, po halli qëndron. Edhe në Partinë Demokratike, ne dim që duhet të jesh i kujdesshëm kur ti thua një tezë të ndryshme nga ajo e kryetarit fundjavare. Është e kuptueshme sepse kështu janë ndërtuar partitë tona. Se fundjavare karrierat varet nga kryetari, që këtu është e kuptueshme se si do zhvillohen diskutimet e tjera, si do qëndrosh. Tani, me gjitha të figura të spikatura, aty ka, pra talente të rinj në politikë, si më thënë ka, pa çka se nuk e thonë fjalën e tyre në publikisht, po e thonë në ambjente private, ku ata diskutojnë, kanë edhe idet, kanë edhe vizionin, kanë edhe kritikat, e gjitha. Thash, nuk i shprehin, sepse kushti i të qenurit në parti dhe vazhdimi i karrierës partia është që t'jesh në linjë me atë që thot partia. Për ndryshe të ndodhë si zoti Saliani që vetë përjashtohesh pra, dhe kjo nuk do ishte, si më thënë, vazhdim rrugë, po është ndërprerje rrugës në një farë mënyre. Tani, njerëzit e mençur e kuptojnë që në politik duhet të zgjedhësh momenti kur ti thuash gjërat, jo thjesht të kesh ide, po të dish edhe kontekstin se kur ti shprehesh e kur jo. Politikanët e kanë këtë aftësi dhe prandaj ndoshta nuk i shohim sot ata që do jenë nesër për të drejtuar Partinë Demokratike, nuk i shohim sot e nuk i dallojmë dot, por unë ju siguroj që aty janë. Faleminderit profesor Klementin Mileqish në studio, zoti Avaris Beqiri, faleminderit edhe juve që ishit gjithashtu. Shkojmë në reklama, kthehemi për pjesën e dytë.